Më i bukur i spektaklit tonë rinor, zonja dhe zotrin, ftoj intelektualin, imamin e xhamisë së qytetit tonë, zotin Pollum Bajrami. Ka mbaruar shkollën e mesme fetare në Damask, më pas shkollën e lartë fetare në Mbretërinë e Arabisë Saudite. Për kënaqësinë e të gjithëve, Pollum Bajrami. Zoti Pollum, si ndjeni përballë këtij paneli të mrekullueshëm? Në thënë të drejtën, sa po futa këtu emocionova jashtëzakonisht. Shikoj këto fëmijë kaq të zgjuar se zgjuarësia e tyre shikohet në fytyrat e tyre, në mënyrën se si lëvizin sy të gjithë, që duken që janë jashtëzakonisht fëmijë të mrekullueshëm. Ju uroj inshallah Zoti ju bën jetën të bukur, të lumtur edhe të jeni gëzuar gjithmonë. Besoj se jeni gati zoti Pollum t'i ktheni përgjigjet e duhura panelit. Inshallah, me lejen e Zotit. Çfarë i kujtojnë Damasku imamit të xhamisë së Fier? Damasku më kujton në rinin time të hershme ku kam kaluar 6 vite atje në shkollë të mesme. Ka qenë një eksperiencë jashtëzakonisht e bukur për mua sepse jam njohur me shumë njerëz dhe me komsi të shumta njerëzish. Kam qëndruar në shkollë atje me 20 e disa komsi të ndryshme. Edhe kjo ka qenë një eksperiencë jashtëzakonisht e bukur dhe kam shkëmbyer një eksperiencë të mirë me njerëz nga Azia, nga Evropa, nga Afrika dhe nga Azia e largët, nga lindja e largët. Kush është Pollumi dhe kur e keni filluar besimin fetar? Unë quhem Pollum Bajrami, i tatlindjes 30/1976, kam lindur në një fshat të rrethit të Librazhit. Besimi fetar unë rrjedh nga një familje fetare, që t'jemi të sinqert, rrjedh nga një familje fetare, gjyshi im nga nana ka qenë hoxh, i njohur. Besimi im fetar që është forcuar ka qenë në kohën kur isha rreth 15-16 vjeç. Aty në atë kohë kur lejua feja në Shqipëri, më dhurojnë një kaset me Kur'an. Ndoshta ju sot nuk e dini ç'është kaseta sepse jeni brez tjetër. Kaseta me Kur'an dhe dëgjoj atë me vëmendje shumë të madhe, edhe më ndikon njerëz zakonisht në shpirtin tim, edhe i bëm shumë kurioz që ta kuptoj çfarë do të thoshte ajo fjalë, sepse ishte në gjuhën arabe, edhe marr Kur'anin shqip edhe lexoj. Aty në atë pjesë është shkruar që thotë a nuk e shikojnë njerëzit se si është ndërtuar qielli, a nuk e shikojnë njerëzit si është ndërtuar toka, a nuk e shikojnë njerëzit si është ndërtuar dhe si është krijuar deveja, edhe shumë thirrje të tjera, dhe kjo më bëri jashtëzakonisht përshtypje. Edhe këto kanë qenë hapat e para ku kam filluar të interesohem më shumë me vetëdijshmëri për fen. Po thashë unë kam pas një traditë fetare të mirëfillt në familjen time. Njeriu lind besimtar apo bëhet? Njeriu lind besimtar tek Zoti. Në qoftë se do ta lëm një fëmijë të vogël pa ndikime të jashtme, do ta gjejmë që ai do të thotë natyrshëm, do të thotë që Zoti është lart. Edhe gjithë ju që të pyesni do të thotë ku është Zoti, të gjithë do të përgjigjeni Zoti është lart. Kështu që njeriu lind i tillë, pastaj kur ai rritet, faktorët e ndryshëm mund ta ndryshojnë mentalitetin dhe kuptimin e tij, por sa ai lind me besim tek Zoti. Kush është mesazhi juaj fetar për qytetarët? Mesazhi im fetar për qytetarët, zakonisht unë jap një mesazh i cili e përcjell shpesh. Njeriu duhet të meditojë. Ju jeni njerëz fëmijë të zgjuar. Edhe duhet të meditoni në krijesat e Zotit. Sepse ne shikojmë shumë gjëra këtu që rrethojnë, edhe ato janë mrekulli si televizioni, teknologjia, aparatet celular që kemi sot mund bëjnë shumë punë me to. Edhe mahnitemi kur shikojmë një aparat Android nga këto tipit fundit që bëjnë shumë procese. Edhe na duket ai një mrekulli, po njeriu që ka krijuar atë dhe ka shpikur atë aparatin është më i zgjuar se aparati. Zoti që ka bërë njeriu është akoma më i zgjuar se sa njeriu. Kështu që unë mesazhi im gjithmonë ka qenë që njerëzit duhet të meditojnë rreth faktit pse ato ekzistojnë, kush i ka krijuar, çfarë don krijuesi i tyre për tyre dhe ku do të jetë përfundimi i tyre. Këto pyetje
Ju besoj se sot jeni të vegjël, po kur të rriteni do t'i mbani mend shumë mirë pse ekzistoni, kush i krijoi, e çfarë kërkon nga ju dhe ku do të përfundojnë njeriu mbas vdekjes. Cila është gjuha origjinale e Kuranit? Gjuha origjinale e Kuranit, si çdo libër hynor që Zoti e ka zbritur, gjuha origjinale e Kuranit është arabishtja. Arabishtja e cilat flitet sot edhe kësaj dite. Në fjalë, kur themi ne Kur'an, do të thotë kemi për qëllim atë Kur'anin që është në gjuhën arabe dhe këndohet me melodi. Dhe kur shpëndajmë Kur'an, që janë pjesë e shqipes, ai është komenti i Kur'anit, kurse origjinalja e Kur'anit është në gjuhë arabishte, gjuha e cila qysh në kohën që zbritur Kur'ani dhe tani ekziston, nuk është prishur, nuk është harruar si gjuhë. Vazhdon të ekzistojë të jetë e përdorshme tek gati ke 36 shtete në botë. Që ndryshim ka Muhamedi nga Jezusi? Në konceptin e profetnis nuk ka ndonjë ndryshim, sepse në Kur'anin famullar thuhet la nufarriqu baina ahadin min rusul, në pjesë e Kur'anit thotë ne nuk bëjmë, ne muslimanë nuk bëjmë ndryshime, nuk bëjmë dallime mes profetëve, ne njohim të gjithë profetët. Në asnjë në të gjithë profetët i njohim si profet. Thjesht një ndryshim i vogël është që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është dhënë dhe zbritur Kur'ani si mesazh për të gjithë njerëzit. Dhe profetëve të tjerë që kanë qenë përpara, thjesht ato kanë qenë të dërguar tek popujt të veçantë të tyre. Ky është ndryshimi, kurse në koncept ne njohim të gjithë. Një musliman i cili nuk e beson Isaiin e Krishtin nuk quhet besimtar. Në fjalë ne njohim të gjithë profetët, thjesht ndryshimi mes profetit Muhammed dhe të tjerëve është që profeti Muhammed ka pas mesazh për të gjithë njerëzit dhe profetët e tjerë kanë qenë të dërguar tek popujt të caktuar. Si i kategorizoni ju profetët? Profetët e Zotit janë të shumë, të dërguarit e Zotit janë të shumë. Edhe nga tekstet fetare ne na bëjmë të njohur në përcjell disa tekste të cilat thonë që profetët janë njerëz të cilët Zoti i ka zgjedhur për të përcjellur një mesazh tek njerëzit. Edhe ato kategorizohen që njerëz të cilët janë të pagabueshur nga ana fetare, njerëz të cilët janë të mbrojtur nga gabimet fetare, mund bëjnë gabime njerëzore si mund bëj çdo njeri, edhe ato janë tek Zoti me shkallë të ndryshme, siç janë njerëzit. Ose 5 më të zgjedhur për ty është Nuhu, Ibrahimi, Musai, Isai, Jezusi që thonë krishterët, edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, këto janë 5 më të zgjedhurit. Në fjalë këto janë 5 ajka e profetëve, të gjithë të tjerë janë të barabartë, nuk ka ndonjë ndryshim mes tyre. A duhet të kemi vende publike për t'u falur? Zakonisht muslimanët kryejnë rritet e tyre fetare në xhami. Ose ideja që njeriu i cili nuk mund të shkojë në xhami mund të falet në shtëpinë e tij, në punën e tij, mund të bëjë lutjet kudo që tjetë. Kështu që nuk e pengon asnjë besimtar që të kryejë lutjet kudo që tjetë. Kurse vendet të cilat ne falemi janë xhamit. Porse ne do të kemi një gjë parasysh, nuk mund të falet një besimtar në rrugë, në hijen ku njerëzit qëndrojnë, në rrugë që do pengojë njerëzit që të lëvizin, ose në një vend ku njerëzit duhen duke bërë pushime, duke pushuar, që të mos bezdisi njerëzit, duhet me janohet në një vend të veçantë që të kryejë ritualet e tij. A ka rregulla feja muslimane kryesisht për femrat? Feja muslimane ka për të gjitha gjërat ka rregulla. Si për burrat edhe për femrat, është pak tek femrat ne kemi një rregull që femrat kur mbushin një moshë të caktuar mbulohen. Kanë një lloj veshje që quhet veshje hijab, mbulesë fetare. Kjo është një lloj detyrimi fetar për muslimanët e cilat zgjedh të mbulohen. Në fjalë është një lloj detyrimi, nuk ka lidhje me tradita, me gjëra të tilla. Kështu ka qenë edhe më parë, në fakt tuke ne në Shqipëri, hershëm çdo gjyshurit tan, gjyshuret tona, kush mban mend nga ato të moshuarit se ju jeni të vegjël, si mbani mend do të shikoni një fotografi të vjetër, që ka qenë femrat kanë qenë të mbuluara. Edhe kjo është pjesë e fesë, nuk është pjesë e fesë, sepse shpesh ne dëgjojmë që mbulesa ose veshja rregullat e femrave nuk është pjesë e fesë, jo është pjesë e fesë,
edhe kjo nuk do të thotë që një femër e cila nuk është mbuluar nuk është fetare. Kjo nuk është të kuptim. Na flisni pak për mbretërinë e Arabisë Saudite. Atëherë, Mbretëria e Arabisë Saudite është shteti ku janë dy vendet e shenjta të muslimanëve, është Mekka edhe Medina. Mekka është vendi në të cilët drejtohen muslimanët gjatë ritualit të lutjes. Mekka është vendi i shenjtë ku kryen rituali i haxhit. Ku bëjmë lutjen e vet, drejtohemi nga Mekka. Kur shkojmë për të bërë ritualin e haxhit, shkojmë në Mekë. Kurse Medina, dy qytetet më të rëndësishme të Arabisë Saudite është Mekka dhe Medina. Medina është qyteti ku ka emigruar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ku ka qëndruar aty, ku ka jetuar, ku ka drejtuar shtetin dhe ku është varrosur. Pastaj kryeqyteti i Arabisë Saudite është Riyadhi. Ka diku rreth 5 milion banor. Një nga qytetet më të rëndësishme është Jeddah, që është në buzdet të kuq, dhe Demami, që është nga deti arab, nga lindja e Arabisë Saudite. Shkollimi i fëmijëve, si bëhet në besimin tuaj? Neve shkollimi i fëmijëve si gjithë të tjerët, si gjithë fëmijët e tjerë, thjesht plus njohurive shkencore që marrin fëmijët, tek xhamia, tek institucionet tona, fëmijët që frekuentojnë xhamin marrin njohuri plus atyre që janë shkencore. Çfarë do thotë kjo? Do të thonë që ai plotson anën shkencore dhe ato anën shpirtërore që i duhet gjatë gjithë jetës. Tek xhamia mëson se si të sillet me Zotin e tij, si të sillet me të mallin, si të sillet me të voglin, si të sillet me profesorin, si do sillet me prindrit në radhë parë, sepse nga rregullat fetare që fëmijë ose njeriu ka detyrime të mëdha ndaj prindërve, sidomos ndaj nënës. Rregulli fetar thotë që fëmia ka 3 detyrime ndaj nënës edhe 1 detyrim ndaj babait. Për çfarë arsye? Sepse nëna ka vënë jetën në rrezik për fëmijën e saj, edhe ka shpenzuar kohë më shumë dhe mund më shumë. Këto janë disa gjëra që ne i mësojmë fëmijëve tek xhamia, edhe lidhet e tyre me krijuesin e këtyre. Zoti Pëllum, tani ka ardhur momenti më i bukur, por dhe më i vështirë për ju. E pandrishmja jonë është e vështirë me pyetjes së saj. Besoj se jeni gati të prisni të pandrishmen tonë. Gati. E presim atëherë. Zonjat e zotërinj, si jeni zoti Pëllum? Mirë, alhamdulillah. Më bëhet qefi që sot imami i xhamisë Fier ndodhet përballë panelit tonë. Zoti Pëllum, para se t'ju drejtoj 2 pyetjet e mia, dua të dëgjoj nga ju. Në ç'moshë mund të argjerojmë? Diku ke mosha ka 15 vjeçare. Moshë 15 vjeçare është obligueshëm njeriu që ta argjerojë. Faleminderit zoti Imam Pëllumbi. Por a e dini pse ja bëra këtë pyetje? Sepse edhe unë vetë po argjeroj. Zot. Bravo, Pëllum, kjo është një sakrificë, edhe unë do të thosha një mesazh të shkurtër fare për agjërimin. Agjërimi nuk është dënim, nuk është vojtje, agjërimi është që ti si gocë të marrësh në kontroll veten tënde, ta komandosh ti veten tënde dhe jo ajo të komandoj ty, edhe të bësh e aftë për të përballuar provat e jetës që do të vinë vazhdim. Inshallah nuk do të kesh prova, po të bësh e aftë që të përballosh ato. Tani besoj se jeni gati për pyetjet e mia. Inshallah. Sa është popullsia e banorëve në Vatikan? Do zonë. Nuk kam informacione, nuk kam. Vazhdoj me pyetjen e dytë. Çfarë është eskateologjia? Në ke gjetë shumë ngusht, nuk ishte thënë që do të ketë pyetje të vështira dhe vërtet janë të vështira. Për mua, unë mbuloj një fushë tjetër dhe nuk e se. Faleminderit zoti Pëllum. Mirupafshim të gjithëve. Faleminderit zoti Pëllum që pranuat ftesën tonë. Faleminderit juve, ishte kënaqësi që isha mes juve. Faleminderit shumë.
Miq të nderuar teleshikues, ju në sallë, ata që na ndjekin nëpërmjet ekranit të televizionit Apollon. Kjo është puntata e fundit për këtë sezon. Na ndiqni në transmetimet e puntatave më të bukura dhe miru ta kofshim.